Teksa në Serbi po zhvillohen protesta masive kundër qeverisë Aleksandar Vučić, çka kulmuan ditën e dieshme me protestën ku u mblodhën mbi 400.000 njerëz dhe pushteti u përgjigj me një top zanor. Kjo një armë jo vdekje prurse, por që shpërtheu me një zhurmë të fuqishme, duke shkaktuar panik dhe kaos mes protestuesve të mbledhur për të nderuar viktimat e tragjedisë së fundit në Novi Sad. Sulmi që ndërpreu minutat e heshtjes për të vdekurit në Novi Sad shkaktoi tronditje të madhe mes protestuesve. Por çka është topi zanor që përdori Aleksandar Vučić për të shpërndarë turmën ditën e dieshme? Topi zanor është një armë jo vdekjeprurse që përdoret për të shkaktuar zhurma shumë të forta, me qëllim që orientimin dhe friksimin e turmave. Kjo armë përdor teknologjinë për të krijuar një shpërthim zanor të fuqishëm, i cili mund të ndikojë drejt për drejt në dëgjimin e individëve, duke shkaktuar konfuzion dhe pasiguri, dhe shpesh i detyron ata të largohen nga zona e goditur. Topat zanor përdoren kryesisht nga forcat e sigurisë për të menaxhuar situatat e tensionuara gjatë demonstratave ose protestave, duke i penguar protestuesit të veprojnë ose të organizohen, siç mund të ndodhte pa një ndërhyrje të tillë. Përveç kësaj, përdorimi i këtyre armëve është shpesh i diskutuar në lidhje me efektet e mundshme negative që mund të kenë ato mbi shëndetin e individëve, siç është dëmtimi i dëgjimit. Teknologjia pas topave të zërit funksionon duke drejtuar vallet e zërit në një rrezë të ngushtë. Kjo lejon që zëri të udhtojë mbi një distancë më të gjatë me më shumë saktësi. Teksa mediat serbe raportuan për armën e re të përdorur ndaj studentëve protestues mbrëmjen e dieshme në Beograd, pra topin zanor, i cili shkakton dhimbje koke dhe të vjella tek personat që goditen. Presidenti Aleksandar Vučić në konferencën pas protestave urrek që të mbronte veten duke thënë se policia nuk e ka përdorur diçka të tillë. Edhe i shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe dhe presidenti i partisë SRCE, Zdravko Ponoš, ka komentuar incidentin në protestat në Serbi dhe e ftoi Aleksandar Vučićin që të marrë përgjegjësi për përdorimin e topit zanor. Ponoš ka shpërndarë një artikull në media ku thuhet se Ministria e Brendshme e Serbisë ka përdorur topin zanor në protestë, gjë që ka shkaktuar panik te qytetarët. Ju keni përdorur një top zanor, që luat mbi qytetarët teksa ata po bënin homazhe në eshtje për viktimat e regjimit tuaj. O njeri, ju që luat mbi njerëzit që protestoni në mënyrë paqësore, ju nuk mund të duroni, kjo është paqja, stabiliteti juaj, tha Ponoš. Topi zanor përfaqëson një armë jo vdekjeprurse që lëshon një ton tingullin e decibel të caktuar që irriton organet e dëgjimit, duke shkaktuar çorientimi dhe panik. Gama e pajisjeve të tilla varion nga 300 deri në 4000 metra, dhe megjithëse prodhuesit sigurojnë se ato nuk janë të dëmshme për shëndetin, ato janë të ndaluara në një sër vendesh. Frekuenca e funksionimit të këtyre pajisjeve për qëllime policore është afërsisht 136 decibel, me veshjen e njeriu zakonisht në gjendje të përballojë një nivel presioni të zërit prej 120 decibel përpara se të përjetojë dhimbje, megjithëse këshillohet që të vendosen tapa mbrojtëse kur ekspozohen ndaj çdo zhurme më të madhe se 90 decibel.